E para është një lajm i mirë, ajo nëse mund të themi ajo retorika e vazhdueshme edhe opozitës edhe një pjesës të analistëve se kryeministri Kurti ka shkëput kontaktet edhe me Bashkimin Evropian edhe me Amerikën. Në fakt kjo është një demand, ndoshta është një prej takimeve që presidenti Macron ka mbajt më së gjati me një nga liderët e Ballkanit, gati më shumë se 2 orë, dhe po mendoj se është një augur i mirë, jo vetëm për Kosovën, por ndoshta edhe për gjithë rajonin, po mendoj. Smakiqi? E para, po ishte që i kanë harmonizu kravatat me Macron, por deri tash kemi pas izolim nga Bashkimi Evropian. Duket se vetëm harmonizimi i kravatave është simbolik, por ne konsideroj që pasi që ka shtyr zbatimin e ligjit për të huajt, duke mundësuar struktura paralele që edhe 12 muaj të jenë të zbatueshme në Kosovë, pra në shëndetësi dhe arsim, dhe kjo ka qenë pra dhe heqja sanksioneve ekonomike nga Bashkimi Evropian, dhe për këtë lëshim që i ka bërë në dëm të sovranitetit të Republikës të Kosovës, Albin Kurti ka fituar këtë vizitë të Macron, por pas një izolimi ndërkombëtar krejtësisht panevojshëm dhe sanksioneve të cilat i përjetuam me qindra miliona në dëm të mirëqenies së qytetarëve të Kosovës, besojmë që kjo duhet të raportojë tash në Kuvendin e Kosovës me që akt gjykimi i gjykatës kushtetuese e ka rikthyer legjislaturën diet edhe për 34 ditë. Do t'i raportoj Kuvendit të Kosovës, çfarë vizite është kjo, pse ka qenë befasishme, e pa paralajmëruar, dhe deputetët e Kosovës kanë të drejtë dhe qytetarët e Kosovës ta dëgjojnë se çka u bisedua 2 orë dhe apo zbatohet asociacioni, sepse nuk besojmë që të tërtim